ka të drejtë. Se kjo prona, kjo problemi i pronës, kjo plaga e rrjollit sot, nuk është vetëm plaga e rrjollit, është një plagë që ka prek të gjithë shoqërinë shqiptare. Në forma të ndryshme, nuk besoj se në njëri prej nesh nuk ka nesh probleme me pronësi në gjithë këto vite në këtë shtet korruptum, nga oligark dhe nga punojës të shtetit të korruptum, të cilët emrohen në detyra për t'i dhënë pronat, për t'i mbrojtë pronat të drejtat çdo qytetar shqiptar dhe bëjnë të kundërtën, marrin vetë për vetë e pronat e shqiptarëve dhe pastaj sjellin policinë e shtetit për me mbrojtë oligarkun që kanë dhënë pronën tonë për me zhvillu. Kështu që faleminderit gjithëve që jeni këtu. Policia e shtetit duhet tregohet arsyeshme me gjithë banorët, sepse janë të protestuar për të drejtën e vet. Janë të rezistuar për me mbrojtë tokën që ju kanë lënë gjyshit e vet. Tokën që kanë blerë 4 gjyshit këtu. Ju, si policia e shtetit, duhet të hetoni dokumentat që ka Fatmir Shpellza dhe të nxirrni në dritë të vërtetën. Dhe jo të vini këtu dhe të bëheni mburojë e krimit. Sot policia e shtetit në Rrjoll nuk është policia e shtetit, është polici në mbrojtje të krimit, është polici në mbrojtje të oligarkëve, polici në mbrojtje të Fatmir Shpellza. Fatmir Shpellza, një person i dënuar disa herë nga gjykata për falsifikim, për shpërdorim të tyre, sot mbrojt nga policia e shtetit në Rrjoll, në vendin ku ka plaçkit pronën e banorëve autokton shekullor këtu. E keni pas të gjithë nëpër media, nëse keni pas kohë me ndjek, se Fatmir Shpellza ka një alibi që i ndryshon her pas here, se nuk e marrë mend, se rrena nuk mahet mend. Kur unë ka marrë të zyrat e juja, kolegja ju më ka thënë mjafton këtu është vërtetë Luciana dhe nuk ke nevojë të bash as një xhamel dhe nuk ke nevojë të marrësh as një kopje të deklaratës. Dhe unë këtë kam bërë, kam thënë thjesht të vërtetën dhe s'kam pas nevojë për asnjë dokument për asnjë gjë. Fatmir Shpellza del në opinionë dhe thotë ne kena ikë 44 nga Rrjolli. Pastaj del te Gogo Pikalo dhe thotë kena ikë 27. Pastaj te opinioni tha ne kena ikë më herët apo kena lënë gratë në Rrjoll. Po baba i vet që ka lënë 1933 në Kurtaj të Rrjollit Malësisë Madhe, se faleminderit iranianëve që na nxorën edhe gjitha dhënat personale të çdo qytetari shqiptar, mund ta shikoni secili online se kur ka lënë baba i Fatmir Shpellza. Ka lënë në vitin 1933 në Kurtaj të Rrjollit Malësisë Madhe. Në qoftë se Fatmir Shpellza i ka pas gratë këto deri në 44, si ka lënë baba në Kurtaj të Rrjollit Malësisë Madhe? Se fëmia unë e di që deri tash të na lën nga gratë aty ku janë gratë. Pastaj gjëra tjetër, Fatmir Shpellza tha që unë këtë pronën e kam me familjarët e mi, dhe fëmia Axha është me kushrit. Si ka mundësi që certifikata e pronësisë është vetëm në emrin e Fatmir Shpellzës dhe nuk ka as i fëmia Axhët, as i Axh babet, as i Han babet, as një pjesëtar tjetër të familjes, vetëm Fatmir Shpellza. 1500 dylum tokë i ka Fatmir Shpellza. Po të kishte pas familja Fatmir Shpellza 1500 dylum tokë që janë marrë nga shteti i diktaturës, minimumi që do kishte kenë kulak. Të mos sjellë një dokument familja Fatmir Shpellzës që janë kulak. E dim se si janë drejtu kulak, e dim se çfarë ka not. Disa prej nesh janë vetë pjesë e familjeve të kulakëve. Si ka mund toka kulak? O, si ka qoni kësibu, 1600 dylum Po tonë. kur të ndajmë, që ose unë do marrë pjesë të dajtë e mi, nuk do kemë as 5 dylum. E jo ma i 1500 dylum që ka Fatmir Shpellza vetëm. Një Kontra kriminal Fatmir Shpellzës që komenton në për statuset e faqeve që në mbështet.